Mirëmëngjesi kryetar, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Na si e veçantë ju kam drejt për drejt, si shkojnë punët? Mirë. Po ju shini? Mirë, faleminderit. Jeni përgati tash për këtë para zgjedhjet, a? Jemi para zgjedhjeve lokale, nëse ndalim e mendojmë. Është vit zgjedhor, dhe sigurisht që po punojmë në realizimin e punëve dhe projekteve të cilat janë para pa, po sigurisht që punojmë edhe në kuptim përgatitjeve për zgjedhjet e vjeshtës, cilat janë të rregullta këtë vit. Dhe besoj që do të hecin ashtu siç është më së miri. Mirë, do të ketë zgjedhje pas zgjedhjeve, apo si po duket kjo skena politike? Unë shpresoj që klasa politike ka hapësinë ende të mjaftueshme, nuk janë shfrytzuar gjitha mundësitë, nuk janë shterë gjitha mundësitë për me gjetë një kompromis dhe me shty procesin përpara. Mendoj që është një momentum që Kosovës i duhen institucione, i duhet formimi sa më shpejt e këtyre institucioneve dhe sigurisht që domosdoshmërisht me shty punët dhe projektet përpara cilat na presin tonë. Prandaj unë besoj që pavarësisht dallimeve të cilat ende po vrehen në horizont me subjektet tona politike, unë mendoj që ka hapësinë mjaftueshme për bashkëpunim. Dhe duhet lënë këto inatet personale dhe duhet të hyqen në dialog mes veti. Besoj që tash do të involvohet edhe presidenti i vendit edhe do të gjenet një rrugëzgjidhje nga kjo start në cilën jemi. Për ndryshe, nuk është që ka nevojë të jenë zgjedhje dyfisht ato lokale. Unë edhe ti si gurman të zgjedhjeve lokale nuk është që do të dënim të na përzieshin edhe nacionalet në lokale, se mjaftueshëm kemi tema për diskutuar për komunat edhe për qeverisit komunale edhe për projektet edhe për... Unë mendoj që nuk do të ishte shumë e shëndetshme që dy par zgjedhje të mahen njëkohësisht. Dhe të kemi tash bashkim të zgjedhjeve nacionale dhe zgjedhjeve lokale, për arsye se prap ende mendoj që ka hapësirë bashkëpunimi me subjekte politike në Parlamentin e Kosovës që ti të kalojnë ato dallimet vogla, sepse unë besoj që ngjashmëritë janë shumë të mëdha se sa dallimet dhe besoj që do të bëhen hapa konkret drejt të kalimit këtyre dallimeve edhe gjetjes një kompromisi për me mujtë me formu një qeveri stabile e cila kishte me udhëheq vendin drejt procesit dhe punëve të reja. Sidoqoftë na dim që viti që vjen do të jetë një vit që prapë do të sfidohemi edhe me çështjen e presidentes, përkatësisht zgjedhjen e presidentit të vendit dhe pa e pas një koalicion i cili ka me pas numrat që me menduar që edhe për vitin e ardhshëm domethënë kur vjen koha e zgjedhjes presidentit të vendit, me pas mundësi me të i kalue ngërçin që mund të krijohet gjatë asaj periudhe kohore. Prandaj të dyja subjektet politike dhe e dyta dhe e treta, cilat do të qoftë ajo, besoj që kanë me qenë shumë të qëndrueshme nëse do të krijohet një koalicion i tillë dhe do të ecën me proces përpara dhe besoj që ka shumë arsye që të bëhet diçka e tillë. Prandaj na mbetet që ditëve në vijim do mund të presim që të ndryshime që si po ecën dhe si po rrjedh procesin përgjithësi. Qartë, e kuptova, kryetar.